ikem në plazh, nuk e di në cilin plazh, po dola tani më salcice se do shpëtja e Qenushit, dolem në shtëpi, nuk doja që të torturohet ande në përtjell, edhe po, do ikim pastaj. Që muzit, okej? Mos u muzit se do vim tani, okej? Mos u muzit klësim. Tani po, tani ikem. Do marrim edhe akullore dhe gati për në shtëpi pastaj. Jo se jemi lodhur shumë, po prap jemi lodhur. Direkt sa erdhëm, hoqja këtë, se më kishte zënë frymën, sikur më kishte zënë komplet pamje. I kam qef, po aq janë edhe të bezdishme. Edhe po mbushëm edhe ujë tani në fund. Edhe në shtëpi. Adrola po los me Qenushin. Tani do ndrohem, do laj fytyrën. Megjithëse ky concealeri që kam përdorur, ky korektori, se concealer, nuk është se më rëndon shumë në fytyrë, shumë i lehtë. Adrolën direkt sa erdhëm tani në lava, kështu që adrolën e kam në rregull për nesër, i bëj gati rroba, edhe jemi okay. Çfarë do t'ju tregoja këto? Nuk bëjmë fare, po fare, ose ndoshta furra ime është prishur edhe nuk i than, nuk arrin t'i than. Po unë e dija se ishin nga ato që i gjit, t'i fut në furrë fajn edhe bëjnë kështu sfua, do me thëni fort. Thjesht i lëmon pastaj dhe por jo, nuk u tha më fare. Edhe një që më gojsh direkt as 5 minuta, se qa ka pa me dorë direkt u është kështu që nuk e di. Nëse do ndrojmë tani edhe po. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Jam çik kështu si e shkalafitur edhe pse u mundova që të sistemohesha çik, që mos dilja kështu fare këtu. Po mora me punë deri tani. Kam pastruar këtu dhomën, kam vendosur lavatriçe, kam ujtur lulkat. Kam bërë goxha punë sot, po. Tani ula, do pushoj çik. Dhe thasht hape dhe videon, se kështu e le unë, pastaj mbeten gjithë ditën pa filmuar. Më në fund më duket se na erdhi Beari. Sot është dekje, ose ndoshta punova unë deri tani edhe më ka hyrë kështu si e nxehtë, por që vap, shumë vap. Kam çuar adrolën te kopshti edhe këtë javë kanë. Pastaj do jemi në shtëpi, por shqyr do filloj plazhi e të tjera. Dje në Ksamil unë nuk u lava sepse po gjithmonë kur ikim në plazh unë vejse. Po u fut Endri edhe adrola deri në gjysmë. Ishte goxha ftohtë, ama kur doli pastaj u plevitos, edhe t'ju tregoj të fortën. Nuk kishim marrë peshqirën. E tmeshme. Haruam peshqirin edhe u kujtuam shumë vonë, kur kishim arritur te rruga që ikë për Gjirokastër dhe kthesh për Sarand, po aty u kujtuam. Pastaj të blinim tjetër andej, e sigur që nejse. Edhe e lam fare, kisha marrë këmishën unë, me ata e mbulova adrolën, kur dolim nga deti. Pastaj vesha direkt, kështu që urojmë që të mos jetë ftohur. Shkuam në plazh publik, në Ksamil,
Unë nuk isha qenë ndonjëherë atje, kam qenë 2 herë, do me thënë një ishte e treta herë, por që nuk jam larë asnjëherë. Ishte plot, edhe ma mërmendja si mund tjetë në Korik Gusht. Ishin pothuajse të gjithë të huaj, shqiptar kishte shumë pak, kështu që nëse do shkoni në Korik Gusht, se ti do me thënë duhet të dili që në 6 gjeni vend aty te plazhi publik. Mua të them të drejtën, nuk është se më pëlqen shumë të shkoj atje për plazh, nga që është shumë i mbi populluar, edhe më duket e tmerrshme ajo ideja që ti t'jesh aty ulur edhe ngjitur do me thënë teje, të kesh dikë tjetër. Nuk e di, nuk më pëlqen kjo gjë. Më pëlqen më shumë të ikin atje ku jemi mësuar në Orikun, në plazh publik, je shumë larg çadrave të tjera, ose në Pishporo, kush është kafieri besoj e di, edhe atje më pëlqen shumë, vetëm se flen shumë herë edhe është pak e bezdishme. Por që po do fillojmë plazhin, do fillojmë pushimet, prandaj jam kaq e lumtur. Plus që nga java tjetër besoj se do ikim në Korçë. Po, më në fund më duket se këtë do ikim. Nuk e di sa do rim, po besoj se do rim disa ditë. Kështu që po, kam gjetur rehat me këtë modelin kështu, edhe më duket sikur më shkon, më thoni ju, më shkon ti lidh gjithmonë kështu. Do me thënë, kur janë ato ditët e tmerrshme të flokëve, se kur i kam të sapolare edhe të dua t'i bëj kështu nuk më bëhen. Edhe më thoni, më shkon ky modeli apo jo? Tani kam për të nder rrobat edhe pak edhe mbaron kjo lavatriç, ja o zot sa rroba më janë bërë tmerrshme, më janë bërë shumë rroba. Do ndej këto, kam për të la renët, pastaj më vonë do ikim te mami Endrit, kështu që drek nuk e di a do ham në shtëpi, se gjithmonë kur shkojmë atje e gjejmë drekën gati, edhe po këto pak a shumë. Mora drollën nga kopshti, tani ushtri për gjumë me zuri bashkë me qenushin. Mua më ka ardhur një pako nga Temu, te Adexi, por që nuk mund të shkoj ta marr, i thash Endrit, besoj se do ma marri ai, nga që Adexi mbyllet shumë vonë, mezi po pres ta marr, sepse dua ta provoj, kam marrë një fund, unë s'para vesh funde, shumë rrap për të mos thënë fare. Edhe po më duket se kam marrë një kapele dhe një shall. Do i provojmë pastaj bashkë, do më bëjnë apo jo. Për fundin jam shumë entuziaste, se më pëlqejnë ato lloj fundesh. Erdha këtu se dua të lyej çik duart, sa më hodhi. Më janë harë shumë tu përpara. Pak edhe në det dje, s'po i duroja dot, po më duket se i vura shumë. Ja ku jemi sërish mbas shumë ditësh. Ndoshta mund të ketë kaluar 2 javë, 3 javë, nuk e di. Nuk do flas shumë për këtë gjë se kemi munguar e të tjera. E rëndësishme është që u kthyem, jemi mirë të gjithë.
Edhe po, sa po bëra videon e bashkëpunimit që e keni parë, tashmë tek vlogu i kaluar besoj, duhet ta keni parë, nuk e di kush do dali më parë, kjo apo ajo, por që nejse gjithsesi. Sot është e premte, edhe do të shkojmë tek festa e grurit, që bëhet në Pojan, besoj se thuhet kështu, Pojan, se ne kemi një fshat tani nga Korça dhe është Pojan, po këtu më duket se ka Pojan, edhe po do shkojmë aty mas dite. Nuk kemi shkuar asnjë vit tjetër edhe nuk e dim se si bëhet, por që pash që kishte goxha këngëtar të ftuar e të tjera edhe thash, okay, të shkoj. Pastaj për fundjavën kemi planet e tjera. Shpresojmë që t'i realizojmë, por nëse të shkojmë mirë tek festa sot, edhe pastaj të shikojmë çfarë do bëjmë. A do i realizojmë planet. Kam atë me qenushin tej, që vetëm zien, edhe nuk e di se çfarë kam sot. Nuk më lanë edhe të vazhdoja videon tamam të bashkëpunimit, por që po, e mbarova disi. Shpresoj që tani të mos mungojmë më. Gjithashtu, kam shumë gjëra për t'ju treguar që kam marrë nga Temu, edhe nuk e di që u tregoj tani, apo t'ju tregoj tek videoa tjetër. Okej, po t'ju tregoj tek videoa tjetër më mirë, edhe kështu. Ju them të rejat e fundit, si fillim kam detur freskusen këtu, edhe nuk e di se sa mirë do dëgjohen, po s'mund ta fik, sepse do plas vape. Do mundohem të vërtas çik më shumë që të më dëgjoni. Adrola ka mbaruar kopshtin, se më duket nuk jemi parë që para se të mbaronte Adrola kopshtin. Qenushi ka bërë vaksinën e dytë, ka edhe një tjetër në diku nga mesi i korrikut, apo tani në qershor. Nuk e mbaj mend mirë. Po, edhe reja më e rëndësishme është që kam thyer telefonin. Po, kam krisur, e kam bërë cop, por që ky telefoni, e di që është model shumë i vjetër, por që më pëlqen shumë, po shumë kamera. Edhe nuk e di në qoftë se do mësohem dot me një telefon tjetër. Si e theva, po bëja kek. Edhe kisha marrë një karikus të endri, por që është shumë i gjatë. Shapkat e mia që vesh në për shtëpi ka një fjongo sipër, nuk ka litari tek ajo fjongoja. E të roqja që ta hiqja, domethënë, edhe ra telefonit e pllakat në ekran. Okej, tha shiku. Shkoj e ngre, edhe është krisur diku këtu, edhe diku këtu, edhe është bërë tese. Nuk kam në plan tani për të marrë telefon, se kemi shpenzimet e tjera, por që po, me shtyr, me shkrisur. Tjetra është që na ka ardhur vapa, një vape të mërshme, edhe ka freskët që ishte gjitha ato ditë, shi e të tjerë, pam direkt vap, edhe nuk po mbledhim dot veten. Këto pak a shumë të rejat e fundit, tani do presim Nedrin, është pak shpejt në fakt, por derisa të ham drekën e të bëjmë gati këto, ikën ora për të ikur tek festa. Edhe Adrol ka këtu që po ban make-up. Ku do ikësh? Te vaksina. Kume? Te vaksina. Te vaksina? Po. Po Jodrit nuk e ka sot vaksinën. Po do ikëm me te vaksina, te bëj dogun, prandraj. Prandraj? Ne e mirë? Prandraj. Në pjesë të shkriu, ola. Një mesazh të fuqishëm, mesazh shqiptar, Jo? do të kërcejmë dhe do të këndojmë së pjesë magjike, këtu në jo vetëm i Pojanit, po i ardhur freskina dhe bukuria e vajzave fjerake. Të festojmë edhe në kohës në fakt që e ka Nuk është thjesht një fest
Sa I ke gjarë sa ta me këshua. Po bevo qik mi qa kes shioje si që po e shioj në të tërë. E po mja me na thole se kemi shokët në fje. E më bani një të dëgjoje ka. Ka ku I kemi shokët. Sërish pas shumë ditësh, tani, kam bërë një lëmsh të madh me këto videot, por që do mundohem t'ja u shpjegoj pak. Kisha gati vlogun e ditëlindjes të Adrolës, e mbylla atë, kam Adrolën këtu që po më shkon në sy e në gojë qa do them. E mbylla... Ku të vete? Ku do vesh? Ja los me që në shi. Edhe po, e mbylla atë, edhe pse e postova pas shumë ditësh, e kisha gati vetëm për ta edituar. Nejse, e postova atë vlogun. Kisha këtë vlogun që po vazhdoj tani, e kisha lënë për gjysëm sepse shkuam diku, që ju do e shikoni tek vlogu tjetër, kemi shkuar në një ujvar. Ato që vi nga Instagrami e din se te cila kemi shkuar, edhe po më lini koment poshtë te cila ujvar mendoni se kemi qenë të herë. Është ujvara 4 që vizitojmë në Shqipëri. Nuk mund të them me bukura, por që do të ju tregoni një video tjetër se cila është ujvara që më ka pëlqyer më shumë. Edhe në qoftë se dini në ju ujvar tjetër, mund të ma shkruani te komentet, por që po më lini koment te cila ujvar kemi shkuar. Edhe po nisa këtë videon që shkuam te kjo ujvara, sepse dua që këto videot ku shkojmë diku t'jenë në një video. Edhe pse unë e vazhdova dhe pak më vonë atë vlogun, por që nejse, sepse kishte dalë shumë I shkurtër edhe dua që të paktën t'ishte tek 25 minuta dhe aq është. Por do e shikoni pas këtij. Edhe tani këtë e editova deri diku dhe pash që ka dalë shumë I shkurtër. Okej, as I shkurtër as I gjatë, por që doja ta vazhdoja edhe pak. Edhe thash po e vazhdoj këtë, por që është ai vlogu midis ti, tani është vazhdimi, nejse, shpresoj të më keni kuptuar. E nisa që dje, sepse shkuam në Vlorë, kishte pak punë motra me kunatin këtej, edhe sigurisht që ndaluam pak këtu, dolëm për kafe në Vlorë, për darkë. Rio kofën tjera. Doli tulla. Tani thash po ju tregoj pak këtë produktin e vetullave nga Temu që ja u kam treguar është tek vlogu tjetër. Por që nese, po ja u bëj review këtu. Aty thjesht sa do e shikoni tek holi. Edhe po është ky. Unë siç ju thash e kam provuar edhe 2 herë të tjera, por që më ka ikur edhe më duhet ta riaplikoj. Sepse nuk është se mbanda është shumë larje, ndoshta 2-3 larje. Kam marrë pasqyrën këtu që të shikohet. Kam marrë edhe këtë furçën. Kjo ka furçën e saj, këtë këtu, por që unë nuk e aplikoj dot me këtë, edhe aplikoj me këtë furçën e një tjetre boj për vetullat. Do pëlqej shumë, kjo është kështu e vockël. Edhe po marr këtu, duhet ta lyesh të gjithë vetullën, edhe më pas kur thahet hiqet kështu si shtres, si plasmas. E krej njerë, kështu. Të dalin? Okej. Të ben? I mbarova, e di që da u shpif pak tani, po Janë të shpifura? janë të shpifura? Të shpifura janë. Më pas do e heqim këtë si që thash, edhe do dalim bukur. Po do I mbaj pak, një 20 minuta, ndoshta. Fshi edhe këtë se kjo më duhet për atë tjetrin që I vendos vetullave. Ja u kam treguar edhe ata, nuk e di nëse e mbani mend. Edhe ajo më pëlqen goxha, edhe ajo nga Temu është.
I mbarova, nuk është se më dolën edhe aq mirë, se ndoshta nuk e lash as sa duheshe, por që prap kam dalë lezetsh. Ju thash që do filma edhe sot se kishte dalë vlogu shumë i shkurtër. Nuk jo kam marrë fare me vete që kur bërëm vetulla. Pse do thoni ju? U mora me punë deri tani. Hoqa pak tapetin e madh këtu të dimrit se nuk e kisha hequr akoma. Edhe sikur më merr frymën ai tapeti është aq i madh, kështu që shtrova tjetrin tani. Edhe nuk e keni iden sa u lodha. Plus që lavaenët, hoqa rrugujën andesh, kishte bëra drola, një lëpshima. Edhe tani erdha këtu sepse kishte vajtur mendja për paste, po paste nga ato të vjetrat që kanë qenë dikur. Edhe shikoni. E porosita endrin i thash nëse nuk gjen si ato, mos merr. Edhe ç'a bëri? Mora këtë tha se ishte e ngjashme. Ndërkohë unë kisha porositur, po mos jem fiks si ato, mos merr, as të ngjashme, as nuk dua fare. Edhe po nejse. Tani sikur po më hahet pak, do e provoj, nëse do jetë mirë do ha, nëse jo pastaj do e lë. Po kështu në sy, ja, duket e mirë, se di tani do e provoj. E them që këtë vlogun ta mbyll tani këtu, që të mundem të editoj tani sa kam kohë, edhe ta postoj nesër, që të postoj edhe vlogun tjetër pastaj, se më ka ngelur pengaj. Se postova këtë, pastaj nuk do kuptohet ai e nejse. Një lëmsh. Kështu që po, kemi ardhur në fund të këtij vlogu, ashtu si u them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një comment, një share, një subscribe, edhe ne vazhdo të jemi si gjithmonë në videon e radhës. Ju puth dhe u përqafoj të gjithëve, që jemi në videon tjetër. Bye!